Jemi dëshmitar. Po, okay. Kjo e ka marrë krye prokurorin Nisan që e ka dashur të kohën dhe opozita se ka qelë gojen. Nuk e ka qelë gojen për këtë punë. Çfarë fakte po thoni si krye prokurori është njëri Albin Kurtit? Fotografisi si ka atina është shosja e Marianitin. Jo, pas mirë më që cili janë argumentet që ky njeri është në cilat janë argumentet. Vetëm se ka dekretu Dardan, është argumenti mjaftueshëm. Jo, që tregojnë. Kur është bërë një proces tjetër i kaluam, ky ka dalë kuvend dhe ka thonë ti zbohesh krye prokuror. Për Jusufaj. Në rastin e dytë, kur është zgjedh kryesuesi i ri i Këshillit Prokurorial, presidentja e ka uru, ministri i drejtësisë e ka uru. Kur s'kan uru ata institucionet pavarur që s'janë tyne. Presidentja i ka shkruar letër. Ramosh Haradinaj e ka blloku edhe dialogun, edhe marrëdhënien me SBA për shkak taksës në atë kohë se manin vend. Ju njerëz po mendojnë që s'ka mbamendje. Le të vazhdojnë. Po opozita ka mu dekompozu, kjo është punë e kryme. A strategjia vetëm të pushtetja, apo është mania e Republikës së Tretë, cilën e konsideron zoti Kurti edhe atë mbetit që ka për pakun athisarit. E patëm një reagim të Mberasanit, do me botimin, me betimin e Albulena Azhiut si sot, si deputete na janë pa president. Albin Kurti ka thjesht çështjen e qartë çfarë po don. Çfarë po don zoti Kurti? Presidenti duhet më kohë njëri që ai e kontrollon. Edhe ai e tha, po këta s'po dojmë me kuptu. Kur të thot fjali taksative në autoritar, aty në të pati kalushme dhe kur ati ndrojnë interesat. Në Kosovë, tha, me rregullimin tonë kushtetues janë 3 pushtete, legislative, ekzekutive dhe gjyqësori. Nuk mundën, tha, me kriju pushtet 4. Tha, këta po dojnë me ma kriju pushtetin e 4 përmes presidentes. Se këta për një me qështu, të thonë po dojnë me të balancu, se presidenti nuk ka balancues. Nuk ekziston kushtetutën tonë, nuk ekziston fjala balanci pushteteve përmes presidentit. Balanci pushteteve mes ekzekutivit, edhe gjyqësorit, edhe legislativit. Po balanc presidenti nuk bën. Madje ka drejt Kurti presidenti as nuk është pushtet. Se ekziston si pushtet. Veç 3 lloj pushtete i kem. Madje flitet për pushtetin e 4 që janë mediat, po kur që është presidenti. Kurti e ka kuptuar që po dojnë përmes presidentit me i bo probleme edhe me i qitë në skomsa. Edhe hajtë nuk e lejon këtë punë. Hajtë të jep krye parlamentarin, të jep edhe ministri, për jo presidentin. Presidentin ja e bënd të pavarur që është i ti, 100%, që është e bëjnë krejt autoritarët një figurë të paranësishme, ja e bënd vetin drejt për drejt. Kjo punë është e kryme. Deri, ma jeni mend, presidentin kjo e jep, deri atëherë, kur mbetet nër 40 deputet. Sot i ka 40 deputet Kurti. Na shkojmë zgjedhje sa herë të doni, ky e mban këtë pozicion. Po fu deri në këtë drejtë shkon zoti Kurti se prap po kthen atë specifik. Ky është rrezik. Rrezik. Edhe për mene frika jame. Ti ku mundet me shku zoti Kurti? Për mene se nuk e jeni aty po aty pa 20%. Frika jame nuk është që Kurti diskreditohet. Unë isha gëzu, më thonë si besojnë sikur shpjegimin që ti pe jap, po që është yti, po jo, unë e mora narrativin e kuptoj të opozitës. Unë isha gëzu. Tregimi është që kjo ka mund forcu me këtë pozicion. Partit opozitare, mas zgjedhjeve të 7 qershorit, nuk janë më të forta se mas zgjedhjeve të dhjetorit, ndonse rezultati pak më i mirë, se 4 deputet më shumë i kanë krejt bashkë. Që janë më të forta. Po LDK-ja qarta se ekziston më. Aty është tash një grup që mendon ndryshe dhe një grup që mendon ndryshe. Arsyeja pse është ely presidentin Lumira Abdigjiku dhe Vjosa Osmani. Letë mos e mashtrojmë popullin e Kosovës, dhe as votuesin e vet. Nuk e kanë përkundër Kurtit. Ç'a po mendon ashtu? Që po të kallëzoj. Zoti Kurti janë ato deklarata të papo. Herën e kaluar se kena pas si kas, tash me LDK s'na zgjat as pasor. Që po tregojnë pse nga lypi. Se mos po si garancë, na dim çka kanë ndodhur dhe tash mo zoti Kurti e ka emrin ndër partitë politike si dikush që nuk e marr fjalën edhe marrveshjen. Edhe pse nuk peshohem pak si balancë ose si garancë që është presidenti. Çka mund të më bëj presidenti që i garanton LDK-s? Paktën mi hik për shkak të shpottojnë ta mi hik ose PDK-ja. Se kërkesa është edhe te AK-ja, edhe te PDK-ja që presidenti me pas opozita. Po pse? Kërkesa është e qartë. Pse? Për shkak një balancë, për shkak të raporteve që kanë ndërtuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qasin që kanë te Evropës. Këto janë dëshirave? Qysh do me implementu? Qysh nalet Albin Kurti? Okej, nëse këta janë të jahus, apo e kallzon formulën në Dardan Murisaj? Nuk jam të jahus, ne jemi dëshmitar. Po, okej. Kjo e ka marrë krye prokurorin Nisan që e ka dashur ton kohën dhe opozita se ka qelë gojen. Nuk e ka qelë gojen për këtë punë.
çfarë fakte po thoni si krye prokurori është njëri Albin Kurtit? Fotografisi si ka atina është shosje Marianitin. Jo, mas mira më Që ky, cilë janë argumentet që ky Që njeri të është regojë në cilat janë argumente. vetëm se ka dekretu, Dardan, është argumenti mjaftueshëm. Jo, që të regojë. Kur është bo një proces tjetër, i kalu, ky ka dalë ku vend dhe ka thonë ti zbohesh krye prokuror. Për Jusufaj. Në rastin e dytë, kur është zgjedh kryesuesi i ri i Këshillit Prokurorial, presidentja e ka uru, ministra e drejtësisë e ka uru. Kur s'kan uru ata institucionet pavarur që s'janë tyne. Presidentja i ka shkru letër Këshillit Prokurorial dhe i ka thonë, duni me i nisë procedurat për me zgjedh krye prokurorit. Dhe në afat rekord, mbrëmja ka ndërgu në mëngjes e ka dekretu. Tash, na kemi mi pa dhe pasojat, këtu vazhdimisht po duhet mi pa pasojat për me thonë, qëtu, kur ne thëshim që ky s'është demokrat, që ky nuk sillet